Sezoni turistik ka nisur në kryeqytetin shqiptar të turizmit dhe operatorët turistik po bëjnë përgatitje e nevojshme për mbarvajtjen e tij. Në këtë kuadër, pak ditë më parë në Bashkinë e Durrësit u zhvillua një takim mes kryebashkiakes Emiriana Sako dhe operatorëve turistik të qytetit. Kreu i shoqatës së turizmit Eduard Xhepa rendit disa nga problematikat kryesore që u diskutuan në takim. Nga problematikat kryesore që mund të theksojmë janë përmirësimi i infrastrukturës gjithë zonave ku operohet në fushën e turizmit, sidomos në turizmin bregdetar. Është diskutuar shumë për pjesën e trafikut, për rregullimin e transportit publik, i cili është shumë i domosdoshëm në sezonin e verës. Transporti publik duhet patjetër që të zgjaten orarët, që të jetë deri në mesnatë dhe të rishikohen të gjithë pikat e stacioneve të autobusëve dhe linjat e autobusëve dhe të transporteve, gjithë llojet e transporteve publike, që të përfshin të gjithë zonën e Bashkisë Durrësit, të kenë dhe pika informacioni për të gjithë turistët, për oraret e autobusave, për destinacione të ndryshme, për aktivitete të ndryshme. Një problematik tjetër e Durrësit, si bashkia me vijën bregdetare më të gjatë, është pastërtia e ujrave. Një akt normativi 2 viteve më parë sankcionon instalimin e impianteve për trajtimin e ujrave të ndotur tek subjektet që operojnë në sektorin e turizmit, por Xhepa thot se subjektet që aktualisht janë të lidhura me kolektorin kryesor të ujrave të ndotura nuk kanë pse vendosin impiant individual dhe për këtë arsye po hartojnë një peticion për t'u dërguar institucioneve shtetërore. Ne po bëjmë dhe një peticion për të ndarë nga ky akt normativ të gjithë subjektet që janë në rregull me ligjin dhe nuk janë dotës të ujrave larës. Subjektet që janë në rregull nuk kanë asnjë lloj detyrimi, as ligjor, as ekonomik, as inxhinierik për ta montuar këtë impiant. Në kushtet kur një konflikt i armatosur ekziston në lindjen e mesme, pasojat e tij pritet të ndihen edhe këtu. Por kreu i shoqatës së turizmit është optimist për mbarvajtjen e sezonit. Mendojmë që Shqipëria nuk do ta ndjej pjesën e mungesës së rezervimeve si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Bashkëpunimi i autoriteteve vendore e qendrore me sipërmarrjen e turizmit mbetet thelbësor për të garantuar shërbime më cilësore dhe një sezon sa më të suksesshëm për Durrësin.